Edhe pse kanë kaluar vetëm pak kohë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të jetë finalistja e parë mes Gertës dhe Rozanës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të shpallet finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP. Dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Rozana me 65% të votave e më pas Gerta me 35% të votave. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës, dhe ka ende kohë që Gerta të rikuperojë e të kalojë në avantazh. Kujtojmë se këto banore u zgjodhën të shkojnë kokë më kokë me njëra tjetrën në televotim nga vetë banorët, të cilët të ndarë në grupe nga vllai i madh sipas koltuqeve, duhet të zgjidhnin nga një banor të grupit tjetër për të çuar në televotim për finalistin e parë. Koltuku i kuq zgjodhi Rozanën, ndërsa i blu zgjodhi Gertën. Po ju, kush mendoni se do të jetë finalistja e parë?